Gjatë natës, forcat izraelite sulmuan dhe rrëmbyen ekuipazhin e anjes Medlin. We are right here, surrounded by Israeli drones. Please sound the alarm. Anija e koalicionit ndërkombëtar Flotilja e Lirisë me 12 aktivistë në bord u ndalua rreth 180 km larg Gazës, drejt së cilës po transportonte ndihmë humanitare. Ja kronologjia e gjithë ngjarjes. Gjatë ditës ekuipazhi fillimisht raportoi humbjen e sinjalit të vendodhjes dhe që atëherë paralajmëroi për një ndërhyrje të mundshme. Me ardhjen e errësirës nisi drama e vërtetë. Disa anije me drita të fuqishme filluan të qarkullonin rreth aktivistëve. 4 vessels surrounded us, and 2 of them came 200 meters close to our vessel. This has never happened before. Situata u përkeqësua edhe më shumë shpejt. Dronët filluan të fluturonin mbi anije. When you see this light, there's a drone right above us lighting this light. Antarët e ekuipazhit u strehuan në kuvert, ndërkohë që dronët lëshonin një substancë të bardhë që ngjante me bojë. Disa prej tyre u ankuan për djegje dhe pickime në sy, gjë që ngriti dyshime se mund të ishte përdorur një lloj lënde kimike. Pasoi bllokimi elektronik i sinjaleve me qëllim të pengimit të kërkesës për ndihmë, sipas aktivistit brazilian Tiago Avila. Ndërkohë, 5 anije luftarake izraelite rrethuan Medlin dhe komandot izraelit u futën në anije. Aktivistët u rrëmbyen dhe lidhja me anijen u ndërprej plotësisht. Ushtria izraelite shpejt publikoi një video ku shihet duke u dhënë ujë dhe sanduiç ekuipazhit, por kjo ngjalli shumë kritika në opinion. Më vonë njoftuan se aktivistët do të merren në pyetje në Izrael dhe më pas do të deportohen në vendet e tyre të origjinës. Flotilja e Lirisë publikoi në Instagram deklaratë të regjistruar më parë nga aktivistët që kërkojnë lirimin e tyre. Vëmendja e publikut është e përqendruar te hapat e ardhshëm të Izraelit, si dhe te reagimet e zyrtarëve, ku sipas komenteve në rrjetet sociale, këtë herë pritet një reagim më i ashpër nga opinioni.